Heu ku jela hut shqiptare, me vargë malet moshatare, zanje në porte e paskeruvet, qysh preje gjeto bashe mujit. Dhe pse? Sepse Perëndoria Osmane të drejtën për tregti dhe me koncesion Venedikasit ja kishte dhënë vetëm Venedikut. Republika e Venedikut ka qenë e vetmja që kishte koncesionin e tregtisë me Perëndorinë Osmane. Dhe kjo zona këtu e Artës e Prevëzës, nga që ishte edhe port, ishte zonë që administrohej nga venecianët. Madje, nëse ne do shohim sot dhe unë kam pas fatin që të gjej kundër shpërblimit, fotot e fotografit famshëm Froissart në vitin 1907-1913, pra një fotograf francez që ka hyrë në zonën e Shamërisë, dhe gjithmonë më bënte përshtypje edhe arkitektura e shtëpive atje. Kjo më ka bërë përshtypje që kur kam qenë i vogël, kur lexoja Sabri Godon në librin për Ali Pashën. Edhe ai thoshte agallaret e Margëlliçit në Shumës. Margëlliç nga vendi nga jam unë. Pra, ai fliste për agallaret e Margëlliçit në Shumës. Edhe unë si i vogël thoya, po pa i vendi i vogël sa shumë agallar ka pas. Dhe kur pash fotot që do t'ja jap dhe juve, është shumë interesant. Vetëm në zonën e Margëlliçit janë mbi 40 shtëpi që janë në mallësinë e një shkolle 8 vjeçare. Pra 26 doma me 30 doma. Që ekzistojnë edhe sot? Edhe sot ekzistojnë, janë të rënuara. Po janë të rënuar. Sa ka qenë Margëlliçi, sa shtëpi ka qenë njësej? Ai ka qenë një zonë që ka qenë me 70.000-10.000 banorë. 10.000 banorë. Por ajo ka qenë qendra. Kur hyri greku, pastaj u zhvendos në Paramethid dhe në Filat. Po ajo që po them është dimensioni këtyre shtëpive dhe arkitektura. Ti aty do shohësh që janë me kangjella, janë me arkitekturë që nuk ngjan me atë të Perëndorisë Osmane. Ç'do thot Margëlliç? Margëlliç është qytet. Është vendi nga jam unë. Është toponim o është? Jo, Margëlliç është quajtur historikisht, tani që grekët kanë ndru toponimin e thënë Margariti. Vendi o qyteti, është qyteze, le të themi. Qytez. E kanë ndruar grekët sot? Po, i kanë ndruar gjithë toponimet dhe quajnë Margariti sot. Margariti sot. Margariti. Nga Margariti kanë ndruar gjithë toponimet në atë zonë, se nga kjo anë grekët janë të qartë. Dhe vim vonë histori. Edhe ajo zonë ka qenë, siç ka qenë Perëndoria Osmane në gjithë territorin e Ballkanit. Dhe vim në momentin ku Perëndoria Osmane u dobësua, në vitin 1870, dhe ku shqiptarët filluan për herë të parë mendonin për mëvetësinë e tyre. Dhe ne kemi lidhjen shqiptarët Prizrenit, për herë të parë shqiptarët u bën bashkë për të kundërshtuar Traktatin e Berlinit, ku shumë nga këto troja e lente pikërisht komshive tanë. Greqia u zgjerua, Marizi gjithashtu, Serbia gjithashtu dhe autonomia dhe pavarësia e Bullgarisë dhe Rumanisë. Kemi ne delegat në lidhje Prizrenit nga Çamaria? Jo që kemi, por një ndër ideologët është Abedim Pash Dinoja, që ndërkohë ishte edhe ministri i jashtëm i Perëndorisë Osmane. Pra fillimisht i krijuan ata që të ngreshin shqiptarët, po ajo që do të them që nga viti 1870 deri në vitin 1911-12 në zonën e Çamërisë ka ekzistuar ajo që quhet lidhja e jugut. Pra në veri kishim lidhjen e Prizrenit, në jug kishim lidhjen e jugut me Abdyl Frashërin dhe Hasan Tasinin dhe me shumë figura të tjera, Akil Rushitin e tjerë. Pra shqiptarët e Çamërisë për 30 vjet kanë luftuar që Greqia mos të zgjerohej, sipas Traktatit të Berlinit, edhe i çikë dhe pak më parë kemi Shën Stefani. Mos harroni që Shën Stefani është vetëm 100 kilometra larg Stambollit. Pra Turqia humbi luftën me Rusinë, Rusia po futej drejt Stambollit, forcat e mëdha i thanë që kompensohu me alatët e tuaj, histori që vazhdon dhe sot. Serbia, Marizi, Greqia se ishte ortodokse, krijim rus në atë kohë, sepse Greqinë e krijuan pikërisht kur Patriarkana ruse, Rusia fitoi luftën me Turqinë dhe Patriarkana ruse u bë mbrojtëse e ortodoksisë. Po.
Dhe edhe këta që nisën revolucionin grek, që shumica janë nga kjo zonë, ishin kryesisht Arvanitas dhe nga zona e Epirit apo nga zona e Asurit, Marko Boçari, Xhavella, Bubulina, Kolokotroni. Dhe është vërtet që edhe parlamenti grek për një votë Greqia mund të fliste shqip. Pra influenca është kaq e madhe sa që edhe këtë kanë kompleks. Edhe sot në parlamentin grek flasin shqip. Po padyshim. Po duash ti edhe janë 46 deputet. Sot ka kryeministër Mitsotakis, babai i tij Mitsotakis i parë, kur ju kërku të fliste për Arvanitës, thoshte e kam gruan. Pra nëna e këtij kryeministit të kohës është Arvanitas, pra shqiptare. Pra në vitin 1870 ekzistonte në zonën e Çamërisë, ekzistonte lidhja e jugut. Pra mobilizim i popullsisë që Greqia mos zgjeroj. Ktu ka një moment interesant. Fillimisht zona në ndarjen e traktatit të Berlinit, zona e Çamërisë nuk u la në Greqinë. Pra pritej diku në Janinë, se du të kuptojmë që qendrat ishin Janina, Manastiri, Shkodra që vinë dhe vilajetet. Në këtë moment Greqia ishte shumë e fortë sepse ishte mbrapa anglezët dhe gjermanët dhe e lanë që për territorin e Çamërisë të diskutohej ndërmjet palës turke dhe greke. E la neutral fillimisht. E la neutral dhe që të bisedojë midis të dyve. Dhe këtu ka një histori shumë interesante me Abedin Pashdino, i cili ishte ministri i jashtëm ndërkohë i Perandorisë Osmane, i cili është nga Parga. Edhe gjysmën e Pargës e ka të vetën Dinejt, trungu i famshëm i kohës dhe në vazhdimsi. Dhe me që ishte lënë që të dy delegacionet do bisedonin për zonën e Çamërisë, na bëhet një takim në Prevez, ku ai kryesori i delegacionit turk ishte Abedin Pashdino, para grek ishte tjerë. Dhe takimi bëhet në shtëpinë e Abedin Pashdinos, të familjes tij, sepse ajo është shtëpia më e mirë, le themi, e kohës. Dhe delegacioni grek kërkonte që arta, Preveza, pra edhe shtëpia e këtij, ti kalonin Greqisë, dhe nxirrin ca kështu pretendime. Dhe ky i dëgjoni, thotë, e dini ju ku jeni këtu, i thotë? Më jeni në Prevez, thotë, që gjysma e Prevezës është pronë e Dinejve, dhe kjo shtëpia që po bëjmë neve këto diskutimet për negociat është shtëpia ime. Dhe i merr i plas brenda atë. I merr edhe i thot deri këtu doni të arrini sa edhe shtëpinë time ta krijoj dhe i mbyll aty me një vend. Dhe pastaj kanë shkuar në konferencën e Berlinit, pra ankoi qeveria greke këta fuqitë e mëdha që i liroi. Po them ca historire, ca detaje. Dhe e tillë vazhdoi e gjithë kjo histori, pra me mbrojtje të popullsisë vendase, derisa vim në luftën e parë ballkanike, ku u ngretën gjithë satelitët e Rusisë, Bullgaria, Malizi, Rumania, Serbia, Greqia, kundra Perandorisë Osmane. Po bëj një pyetje pra sa të shkojmë këtu, mbaj menti. Nga pikpamja e religionit, të fesë. Çamëria në pamjen e jashtëm mendohet se kanë qenë gjithë musliman. A ka pasur zona e Çamërisë të krishterë? Padyshim. Edhe ai një fis, apo ka të ardhur ose si janë, më shpjego. Deri këtë kohë që po flasim, pra pa hy Greqia aty, ka qenë një popullsi homogjene, e banuar nga shqiptarë, në Gjenezë, në gjitha, dhe sigurisht që për shkak sepse thash ka qenë Venediku dhe një pjesë Bizanti, ka pas edhe ortodoks, pra të besimit ortodoks. Po siç edhe sot për shembull Konispol ku çam dhe minoritarë shkojnë shumë mirë bashkë, për shkak të një ortodoksët ishin shqiptar. Për një kohë shumë gjatë që bashkëtonin, nuk ka pas konflikte fetare. Konflikti fetar ka ardhur dhe unë ta them, do ta shpjegoj. Akoma më shumë që siç e kemi edhe në Shqipëri, që megjithëse është një majorancë muslimane, le të themi, ka një paqe midis të gjithë komuniteteve, duke mos e vënë fen parë. Se gjithmonë ai që është i madh mund dhunoj, le të themi, pra mund bëj presion. Po nuk e kam pas as këtu në Shqipëri, prandaj morë rast as në Shqipëri as në zonën e Çamërisë. Por kontrastonte nga pikpamja e pasurisë, i vend i pasur, i begat, blegtoria, ullit, se ato kanë qenë lëndë dhe para të kohës. Deti aty, peshkimi, ka qenë portet më të mëdha e Preveza, Arta, ka qenë porte, ju dinë edhe betejën e Prevezës dhe Artë. Për shembull, ka një gravur
shumë interesante në Palazzo Pitti në Firenze. Sa hyn është i gravurë e madhe. Dhe thot, 1601 batalja con turchi con greci con albanezi. Pra, 1601 betejë e turqëve në Prevez, Shqipëri. Pra, është betejë e turqëve. Po, dhe thot Prevez, Shqipëri. Dhe thot, 1601 në Preveza di Albania. Dhe është Murano. Edhe kur flasim çamëri, është një zonë, mendojnë njerëzit që kanë qenë një fis dhe është zhvilluar, dhe çdo të thot çamëri vetë si fjalë. Ka disa mendime, por ai që prevalon është që vjen nga lumi Kalama. Është ky lumi Akeronit i vjetrit, quhet lumi Kalama dhe nga ky e ka marrë emrin Tiamis, nga lumi Tiamis, më fal. Në mitologji ishte lumi Akeronit, pastaj lumi Tiamis, dhe nga ky lum e ka marrë fjalën etimologjin fjala çam. Kjo është vazhdimësia e fjalës çam. E bëj këtë pyetje se e vuaj unë. Në kontakt me njerëzit. Mendojnë se çamëri është një fis çam. Pra, unë sapo thash që zona e çamërisë përbëhet nga 3 fiset mëdha, mund të them as fise, por organizime. Tesprotot, mollosët dhe kaonët. Kaonët vinë edhe në labëri, pra është zgjatim se atëherë ne gjatë gjithë kohës to janë fise i lire. Fise i lire. Prandaj këta bën edhe lidhjen e periote, këta me Piron e Pir këta bën edhe dispotatin e artës, si sapo thash, erdhan kohë, dhe prandaj po vinë kohë. Në politikë sot është bërë se çështja e çamit është çështja e një familje, çështja e një zonë. Edhe janë befasuar për shkakun që ato që sot janë udhëheqësit më të mëdhenj të Shqipërisë, kur nuk kanë filluar të flas për ata për çamërinë, njëri më thoshte që shpëtim kur ti flise në fillim për çamërinë, duke sikur flise për ilirët. Dikush tjetër e dinte çamërinë vetëm 7 fshatrat e Konispolit. Po kjo vjen edhe për shkak të 50 vjetëve që nuk u fol asnjëherë për çamërinë. Po do vim pastaj në kohë. Urdhë, vazhdo. M'fal se po të jo, të lutem, ndihmoni njëri tjetrin. Ju do ndihmoni, nga që unë flas me orë të për atë që është interes direkt. Ndjem shumë mirë në një studio shqiptare, patriote. Të falenderoj shumë. Edhe e di shumë mirë dhe ADN-n e shqiptarëve çamëri, dhe të Amerikës. Pra, në 30 vjet shqiptarët e çamërisë luftuan që Greqia mos të zgjerojë me këto territorë, dhe prandaj tregoj këtë histori. Në fund të luftës së parë dhe dytë ballkanike dhe në fillim të luftës së parë botërore, jemi në vitin 11, 12, 13, Shqipëria pati fatin e madh që diplomati i madh dhe plaku babai i kombit Ismail Qemali ngreti flamurin në Vlorë. Dhe nëse ju kujtohet në atë kohë, ai thoshte po na bie çamëria. Dhe grekët erdhën deri në dukat të Vlorës. Pra, ai ngreti flamurin, organizoi shtetin, por nuk është se kishte ushtri. Dhe rrezikonte jugu i Shqipërisë, siç e rrezikoi në 14-ën me Zografisin dhe me Krajinën, me Republikën e Vorë e Pirit, që na e kujtojnë dhe sot, por ne shqiptarët e harrojmë. Në këtë moment ka hyrë për herë të parë Greqia në zonën e çamërisë.